Cili është qëllimi I këtij aksioni që keni marrë sot? Qëllimi I aksionit në bashkëpunim me policinë dhe 2 inspeksionet përkatëse të komunikacionit rrugor është sigurimi I sigurisë të pjesëmarrësve në komunikacion dhe e drejta e qytetarëve për të nisur nga stacioni qendror I autobusit. Në bashkëpunim siç e thash me 2 inspeksionet, ky aksion nga dita e hënë e kësaj jave do të jetë në vazhdim me pika statike të kontrollit dhe me raportime dhe të përditshme mes institucioneve. Cilat po janë problemet që po I hasni nëpër terren? Problem kryesor del të jetë siguria në komunikacion, ku transportuesit ndalen në vende jo të lejuara dhe nisën nga ato vende. Me qëllim të trajtimit të problemit të qytetarëve në bashkëpunim edhe me komunën, tani më lëshohet një bilet gjallëditore e integruar e trafikut. Kushtet për ta marrë atë bilet qytetarët është që ta prezantojnë biletën e udhëtimit prej nga vijë, nga çdo qytet I Kosovës, dhe të ne e marrim biletën e integruar falas dhe udhëtojmë në trafikut gjatë vitit. Kuadër të kompetencave tona ligjore nuk është që ne me ndërmarrë shumë masa, ne raportojmë në ministrinë se nuk do respektohet rendi I udhëtimit dhe nga e hana ka filluar të shtohet fluksi I nisjeve prej stacionit të autobusëve drejt trases për qytetin e Podujevës. Dhe ka filluar me një fluks të mirë, të kënaqshëm dhe besojmë se shpejt edhe gjitha nisjet do të realizohen. A janë gjobitur deri tash ata persona të cilët nuk janë? Pjesa e gjobave I takon inspeksionit dhe policisë, kështu që nuk kam informacion të saktë, por po ka vrejtje, ka vrejtje me shkrim, kemi realizuar takime me shoqatën e tyre në kuptim të rritjes një marrëveshje për respektim të parimit të lidhshmërisë. Kjo është e gjitha. Unë e kuptoj se ata kanë vështirësi dhe se ky problem është ekzistues me vite, por besoj se do të gjendet zgjidhje e qëndrueshme. Sipas teja, po keni një marrëveshje në mes dy palëve apo jo? Po, veç se kanë filluar të nënshkruajnë kontratat, sepse ne nënshkruajmë kontrata me çdo transportues që ka rend valid të udhëtimit, dhe po kanë filluar të nënshkruajnë kontratat, një shumicë e konsiderueshme veç I kanë nënshkruar kontratat. Sa I përket sigurisë, Policia e Kosovës kemi përpilu një plan operativ, ma konkretisht njësia e komunikacionit rrugor të Prishtinës, lidhje me transportin publik të autobusëve, të kombibusëve, taksive, për shkak se kemi informacione që ka jashtëzakonisht parregullsi. Për momentin jemi duke zbatuar së bashku me inspektorët e ministrisë dhe ata të komunës. Njëkohësisht janë duke na asistuar edhe stafi I stacionit të autobusëve këtu në Prishtinë. Tani jemi duke bërë kontrollin e detajzuar, norma që shqiptohen edhe gjoba për ata që nuk I respektojnë rregullat e komunikacionit. Këtë rast domosdoshmë kemi të bëjmë me ligjin e trafikut, rregullat e përgjithshme dhe ligjin mbi transportin. Njëkohësisht, në kuadër të ndërvisjes juve shfrytëzoj rastin, t'ju bëj apel të gjithë transportuesve, si atyre vendor, si atyre ndërkombëtar, që të respektohen rregullat dhe ligjet, përndryshe toleranca nga ana jonë do të jetë zero. Duhet patjetër që njëherë qetësohet kryeqyteti, stacioni dhe në tërësi Kosova. Thënë drejtë ne kemi tërheq vrejtje, disa herë, kemi biseduar, në këtë rast me shoqatat e transportuesve kemi biseduar, dhe kemi tërheq vrejtje, dhe kemi shpjeguar se duhet respektohen ligjet dhe rregullat, ato të cilat janë të aplikueshme në Kosovë. Përndryshe, unë mendoj se nuk funksionon më në këtë gjendje, për shkak se ka pas jashtëzakonisht parregullsi, kështu I kemi informatat nga inspektorët, nga stafi stacionit autobusëve, dhe tani jemi angazhuar me plane operative konkrete dhe policia do të jetë 24 orë në dispozicion dhe e gatshme për të ndaluar dukuritë negative. Po për gjoba, si qëndron puna e gjobave? Për gjoba, vetëm ditën e djegë për të flasë, se për sot ende nuk I kam gjitha statistikat, janë shqiptuar 19 gjoba, kemi të bëjmë me taksit dhe kombibuset ilegal, cilët veprojnë me theks të veçantë në drejtimin për Podujevë dhe Mitrovicë, edhe të tjerët, por me theks të veçantë në këto dy drejtimet. Jo, vendimet janë marrë dhe vendimet janë në mënyrë decisive të rregulluar me ligj dhe me rregullorët komunës. Disa nga ta
është e vërtetë se ka pas lëvizje, për ato dhe ne jemi aktivizuar me një nivel të them ashtu me një numër pak më të shtunë policëve, për shkak të ndalimit tyre se janë duke i thyer rregullat në mënyrë të hapur nëpër qytet. Trafiku urban ja ka mundësu udhëtorëve që të qarkullojnë me biletë gratis për ata që vinë nga qytetet tjera. Ku mundën këtu në stacionet e autobusëve të vinë ta rregullojnë biletën dhe të qarkullojnë me atë biletë gjatë ditës nëpër qytet.